Sipas informacioneve për Stop, i akuzuari kryesor për vrasje në bashkëpunim me Kesi Spajllarin, Recep Vathi, ka vrarë veten rreth 1 vit e gjysmë më parë duke pirë fotoksinë. Recep Vathi, aso kohë ka qenë 58 vjeç, jo banor i qytetit të Korçës, por në atë periudhë merrej me mbashtrimin e mbledhve. Nga audio përgjimi që vetë Kesi i kishte bërë Recep Vathit, publikuar në Stop vite më parë, na tregon që njohja ka qenë e ndërsjellët dhe se ajo është fshehur nga të dy në deklaratat e para që kanë dhënë pranë prokurorisë së Korçës. Dyshohet gjithashtu që mes Antonios, Kesit dhe Recepit mund të ketë pasur një konflikt fizik brenda në makinën e Kesit, pasi aty janë gjetur ora dhe varsja e tij e këputur. Kesi bashkë me Recep Vathin kanë transportuar trupin e pajet Antonios në brendësi të pyllit, rreth 3 kilometra larg nga rruga kryesore. Aty është përdorur një çarçaf, i cili ishte i Recep Vathit, ku ai e përdorte atë për të mbuluar sendet e mbashtrimit të mbledhve. Skena e krimit është inskenuar si vetvarje midis Kesit dhe Recepit, por ata kanë lënë shenja në vend ngjarje, shenja të cilat tregojnë që Antonio Karafili u vra dhe nuk u vetvar në brendësi të pyllit të Voskopojës. Sipas informacioneve të sigurta për emisionin Stop, Interpol ka lokalizuar vendodhjen e Kesit në shtetin kanadez dhe pritet që shumë shpejt ajo të ekstradohet në Shqipëri për të përballur me akuzën e vrasjes në bashkëpunim.